Mungesa e menaxhimit në drejtimin e Bankës së Shqipërisë solli ngjarjen e vjedhjes së thesarit të shtetit më 21 korrik të këtij viti. Kjo ka qenë një nga arsyet që ka sjellë këtë situatë në BSH sipas të dekretuarit të presidentit për guvernator të Bankës së Shqipërisë Gent Seiko. Gjatë konferencës dëgjimore në Komisionin e Ekonomisë, Seiko ka dhënë versionin dhe propozimet në këndvështrimin e tij për sistemin bankar. Unë do thoja që do duhet bëjë një analizë e sistemeve të kontrollit brendshëm, një analizë e thelluar e sistemeve të kontrollit brendshëm në Bankën e Shqipërisë. Dihet që sistemet e kontrollit të brendshëm përfshin fillojnë që nga menaxhimi deri në strukturat kontrolluese të kontrollit të brendshëm të jashtëm, por dhe në teknologjinë dhe sistemet e kontrollit teknologjik. Më tej do të ishte me vlerë një analizë e jashtme në bashkëpunim me një bankë qendrore të një vendi të zhvilluar për të marrë një approach, një format më të gatshëm dhe për ta përshtatur me modelin e bankës tonë qendrore në drejtim të përmirësimit të sistemeve të kontrollit të brendshëm. Ka një rëndësi shumë madhe forcimi i rolit të auditimit të brendshëm. Seiko më tej shton se për të përmirësuar imazhin e BSH-s ka nevojë për një plan që të rikthehet edhe besimi i qytetarëve te ky institucion. Sipas tij duhet të funksionojnë të gjitha hallkat e sistemit për një funksionim sa më të mirë. Seiko është përgjigjur Braçës për funksionimin e Këshillit Mbikëqyrës, se ai duhet të funksionojë pavarur nga guvernatori. Cili është vizioni juaj për rolin e Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë? Pra, ky këshill nuk duhet të jetë thjesht i përbërë nga disa yes-men që bëjnë atë që thot guvernatori. Seiko është ndalur edhe në strategjitë që mund të ndjekë ky institucion për të ulur sa më shumë kredite këshia, të cilat aktualisht shkojnë në shifrën e 25%. Fillimisht duhet që të bëhet vlerësimi i portofolit të cilësimit të kreditimit, duhet të merren masa për kuadrin rregullativ, si dhe mbulimi i privalentëve nga kolaterali. Deri tani kreditë më të shumta janë dhënë në euro, por kjo duhet të ndryshojë pasi ka risk për shkak të kursit të këmbimit. Kjo situatë është e mbartur që nga viti 2008, kur në botë filloi kriza ekonomike, ndërkohë që ky është viti i parë që ka rritje të kredive në ekonomi. Komisioni i Ekonomisë ka dëgjuar edhe kandidaturën e antares Natasha Ametaj, ndërkohë që dëgjesa për antarin tjetër, Tonin Kolla, do të vazhdojnë në orët e pasdites.